Mbrëm në ora 21:15 në Gostivar, zyrtarët policor të stacionit policor Gostivar, sipas një urdhri gjyqësor për vuajtjen e dënimit me burg, kanë arrestuar AB, 26 vjeçar nga Gostivari, i cili ishte në kërkim për të vuajtur dënimin me burg për veprën penale të kryer sipas nenit 236 të kodit penal. Ai u dërgua në institucionin korrektues penal Burgu i Tetovës për të vuajtur dënimin. Mbrëm në ora 21:45 në Gostivar, zyrtarët policor të njësisë policore Gostivar kanë privuar nga liria personin KM, 49 vjeçar nga Gostivari, sepse i njëjti me veturën e tij të tipit Ford me targa të Gostivarit kishte goditur një veturë të tipit BMW me targa të Gostivarit e drejtuar nga VM, 24 vjeçar nga fshati Serbic, Gostivar, ndërsa bashkëudhëtar ishte personi VM, 21 vjeçar nga i njëjti fshat, i cili kishte pësuar lëndime trupore të konstatuara në qendrën mjekësore në Gostivar. Gjatë dokumentimit të rastit është kryer alkool test dhe u konstatua se KM e drejtonte automjetin në ndikimin e alkoolit, përkatësisht me 1.88 promil alkohol në gjak. Ai u ndaluar në stacionin policor dhe kundërtitut përgatitet para shtresës përkatëse. Gjenë orën 17:40 në Tetov, zyrtarët policor në sektorin ndërkombëtar për bashkëpunim policor Interpol kanë arrestuar personin SHA, 49 vjeçar nga Tetova, i cili ishte në kërkim për marrjen e një automjeti. Në Republikën e Gjermanisë, ai u ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij, do të vijojë para shtresës përkatëse. Më datë 28 nëntor 2025, në ora 23:20. Në Tetov në rrugën 133, zyrtarët policor të stacionit policor Tetov kanë vërejtur një person që lëvizte drejt rrugës Jane Sandanski në Tetov dhe pasi pa zyrtarët policor u aratisë dhe hodhi një qese me lëndë bimore të gjelbërt, po punohet në zbardhjen e rastit. Mbrëm pas mesnate, zyrtarët policor në kryqëzimin ndërmjet rrugës Blagoja Toska me rrugën Lubo Bozhinoski në Tetov kanë privuar nga liria personin RR, 53 vjeçar nga Tetova, i cili drejtonte veturën e tipit Nissan me targa të Tetovës. Gjatë alkool testimit, u konstatua se i njëjti drejtonte automjetin në ndikimin e alkoholit dhe atij u matën 2.34 promil në gjak. Pas dokumentimit të plotë të rastit kundër tij do të vijojë para shtresës përkatëse, sipas nenit 297A të kodit penal, drejtimi i automjetit në mënyrë të pakujdesshme. Mbrëm në ora 20:45, zyrtarët policor në rrugën e Lindenit në Tetov kanë arrestuar personin GS, 21 vjeçar nga fshati Lërc, i cili kishte refuzuar urdhrat e zyrtarëve policor gjatë kryerjes së detyrave zyrtare. Ai u ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i bëhet para shtresë përkatëse.